Nuk ka falje. Stresi kërcënon publikisht pas deklaratës së Jozit. Pas deklaratave të bujshme të Joz Markut, ish banorit të Big Brother VIP Albania, i cili në një intervistë la të kuptohet se momenti i përqafimit dhe puthjes me stresin ishte pjesë e një sqarimi dhe hakmarrje morale, reagimi i reperit nuk ka vonuar. Në një postim provokues në rrjetet sociale, stresi ka shpërthyer ndaj Jozit me tone të ashpra, duke e mohuar çdo insinuat për përdorim apo manipulim nga ana e tij. Këdo që kam puth, se kam lënë pa e quar deri në fund. Ndoshta jam vonuar 1 muaj, 2, 3, por pa ndodhur, s'ka shans, shkruan ai, duke lënë të kuptohet se ka një version shumë ndryshe të asaj çfarë ka ndodhur. Deklarata vjen si kundërpërgjigje ndaj intervistës së Jozit në Kosov Show, ku ky i fundit theksoi se takimi me stresin nuk ishte miqësor, por një formë përballjeje për të vendosur drejtësinë. Nuk është mirë me gabu me mu. Do marrësh hakun tënd, si për mirë, si për keq, ishte fraza që ndezi rrjetin dhe nxiti reagimin e stresit. Përplasja mes të dyve ka ndezur debat në rrjet, me ndjekësit të ndarë mes versionit të Jozit dhe reagimit të drejtpërdrejtë të reperit. Abonohuni në kanalin ton për lajmet e fundit nga përplasjet mes artisteve tan shqiptar duke zbuluar kështu gjithë prapaskenat që ndodhin larg syrit të publikut.